Keni arrestuar dje një nën me fëmijë, kur banda e Elbasanit, banda e Durrësit shëtit në gjithë Shqipërinë, kontrollon të gjithë sistemin elektoral, kontrollon gjithë Shqipërinë, dhe një protestues, siç lexova, shpresoj mos jetë vërtet, është në koma. Gjithë kjo dhunë policore për të mbrojtur identitetin, sharmin e deputetëve. Le t'ju gjuajnë me vezë të gjithëve, dhe se janë bërë për vezë. Parlamenti përfaqëson popullin shqiptar. Dhe populli shqiptar gjysma është rrugëve të botës sa nuk ushqehet dot. Dhe pjesa tjetër ka vjedhur gjysmën e pasurisë shqiptare. Ky parlament nuk ka më dinjitet. Dhe dilni këtu bëni moral që ju keni fituar. Çfarë keni fituar? Tu ka humbur gjithë Shqipëria. Çfarë keni fituar ju? Janë mbushur rrugët e Shqipërisë. Është mbushur gjithë Europa me shqiptarë që shkojnë të punojnë. Nuk lajnë dot pleqët e vet, po lajnë pleqët e botës. Unë se di kush kjo krenari, që kanë krenari të mbash një samit, po s'është krenari samit, atëherë se kuptoni politikën. Do bëhen ju samitin e natës dhe Shqipëria që kanë zhvilluar. Shqipëria është pa bukë. Kaloni dajtin do ju kujtohet Luli Bocë. Çfarë Shqipëria flisni ju? Dhe po na bënin nder se po flasim këtu. Nëse e kam për hak për vezë, futin brenda t'jam mbështjellit të gjithë në vezë. Hajde falem.